Zoti i Madh nga të gjithë krijesat zgjodhi disa krijesa të cilat janë të pagabueshme. Këto krijesa të pagabueshme i Madhi Zot i vendosi si negociator mes tij dhe njeriut. I Madhi Zot kur dëshiron t'i shpallë dikujt diçka nga krijesat e veta, zgjedh këto krijesa të pafajshme, këto krijesa të pagabueshme, të pangatarrueshme, nuk ngatarrohen dot rrugës që të ndryshojnë drejtimin, që të manipulojnë kumtimin apo kumtesën e të Madhit Zot. Këto krijesa quhen melaike në gjuhën fetare ose engjëj. Këto janë negociatorët mes Zotit dhe mes njeriut. Por i Madhi Zot nuk zgjedh njerëz do si do për t'i kumtuar këto mesazhe që kërkon t'ia dërgojë me anë të këtyre krijesave të pastra nga gabimet, nga melekët. Por ai zgjedh njerëzit më të mirë, më të pastër, më të lirë, më larg vesave, më larg varësive, më larg korrupsionit mendor, shpirtëror dhe më larg sjelljeve dhe normave të cilat i refuzon qoftë arsye e pastër, por qoftë edhe shpirti i lirë. Këto janë profetët, njerëzit e zgjedhur të Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. 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 Të gjitha falënderojmë dhe vetëm për Allah, atë falënderojmë dhe vetëm për Ti Krishtarin. Elusim Allahun azza wa jall të brekojë shëtimin e pejgamberit Muhammed alayhi salatu wasalam, dhe të gjithë ashabët e tij dhe të gjithë udhëtarët e tij në këtë mision, në këtë rrugtim të gjatë të Islamit, derisa të ketë jetën në tokë. Dhe njëra tjetër. Allahu subhanahu wa ta'ala i dhuroi njeriu të mendjen. Dhe ai gjykon në bazë të